Nëse ka diçka me cilën nata e vitit të ri apo nata e ndrimit të motmoteve karakterizohet, është hareja, është zhurma, është disponimi brenda, e gjitha këto patjetër që ngërkthehen gjithmonë me këngën. Kur jemi në Shkup, por jo vetëm, edhe më gjërë, Agimi Band janë ata që karakterizohen për një zhurmë të mirë, atmosferë të mirë, sidomos në darsma tona, por edhe në evente tjera. Kështu që unë du di si ka qenë 2025 për juve, për Agimi Band, po edhe për juve ndoshta personalisht. Faleminderit era shumë për ftesën, erdhëm me kënaqësi, ku është fjala për ahenk për disponim, na dhe njihemi për atë punë. Kisha korrigju pak që thash zhurmë, do të thonë mundohemi mos me bë zhurmë, po me bë muzikë, tamam me në dhona si tinguj të mirëfill, të bukur, edhe me i disponu ato ku ne gjindemi si në dasma, si në ahengje, po edhe sante këtu të ju, shpresoj se do të arrijmë qëllimin që ata shikues që do të na shikojnë me sa do pak me i disponu. Zhurma mund t'jetë edhe e bukur, mund t'jetë edhe e këndshme, kështu që asocion në të negative. Ju që qëndrojmë aty. Po më thoni pak, si filloi 2025-ta, si vazhdoi dhe si po e mbyllim këtë vit ne? Që pak atë nani Unë pak ser ma pak foli, po 2025 ka qenë shumë e suksesshme, me dërtet kemi pas shumë punë dhe shqyqër Zotit ja kemi arrit, dhe me thonë, gjdo aheng, gjdo bramish ka kemi pas me sukses me jadal, edhe që ajo është për neve me rëndësi. Kanë filluar ato rezervimet për 2026 apo gjysa e kalendarit është i mbushur më? Po, është dhe më thonë për të krenu, edhe që në të ne 2 vite për para dhe më thonë i kemi të rezervume si dasma të ahengjet e ndryshme, edhe për 2026 të më thuj se është një vit i begatshëm, po dhe është Zoti mas pari të kemi shëndetin, edhe t'ja dali me sukses të gjitha ata që në kam përgjellë neve, shpresoj që do të kalojmë që është mas miri. Patjetër, aty s'kemi dyshime, për shkak se ju po thuajse çdo natë jeni dikund, ose në një darsëm duke kurorzu dashurinë, apo në ndonjë ngjarje të bukur në ndonjë familje. Më thoni pak, a ka ndonjë event, ndonjë darsëm që ju ka lënë kështu peng gjatë këtij viti, që e mbani mend? T'ja filloj unë? Se Japim përparësi. Do me thonë me një darsëm kështu shka kemi qenë Gjilan, po. Dhe me thonë dasmor të Preshevës, në darsmën Gjilan, edhe unë pak e kam problem, dhe me thonë, kërë ma binë kështu programin e darsmës. Edhe gjdo detajl shumë se ajo, dhe me thonë, edhe pak ta hub koncepti që e ki, dhe me thonë, ti me gjithë grupin, edhe që ajo pak ta natën veç këmnejtë, si kur qëtërnë si moderator, ma shumë ka ra me ledzu se me këndu. I kina po ato gjenimet edhe fotot asaj darsë, ma abnoni vetë që më koncentrum të flejta, ku kina më rritë ashtë edhe u pat lodhë shumë në darsën, po javë kina bo halal edhe ato vetë, se kina kalu mirë shumë. E kemi shumë si rastet ndryshme, po na me qësë është festa e vitit ri, të na është një punë interesant në qëtë që jemi aktiv në për darsma dhe ahengje, që edhe gjdo vitri na qëllojmë darsëm. Edhe këtë vitri jemi në darsëm, du me thonë edhe, thuj se gjdo vitri kemi në kara me qenë darsëm, po kemi kalu gjdo herë te për mirë, se janë bashku, du me thonë, edhe festa e vitit ri, edhe ahengu, edhe darsma, edhe gjdo herë ka pas atmosferë shumë të mirë. Po ku ka më bukur se të kurorzosh dashurinë në datën 31 dhjetor, ose në fillim kështu në ndrimin e motmoteve, kështu që urime për këdo që po martohet sonte, ta bëjmë edhe kështu një urim. Më thoni pak, planet për 2026-ën keni bë, përveç këtyre rezervimeve dhe se veç e më e dini që do jeni në pjesë e familjeve të ndryshme? Po na çdo vit preferojmë edhe të bëjmë diçka të re, të bëjmë ai këngë të mirë. Kryesisht jemi të fokusuar te këngët atmosferike, te këngët se, si që thash edhe në fillim, na njihemi si grup që preferojmë me i disponu njerëzit, ku shkojmë, edhe këtë vit kemi në plane të mira për me bë disa realizime, disa bashkëpunime të mira, edhe shpresoj që do t'i realizojmë. Nuk kemi qef me tepru se na njihemi si këngëtar të live-it. Çdo herë
kemi inqizime live në gjatë çdo dasme, qesim edhe postojmë inqizimet live dhe ata që na dojnë na përcjellin janë të fokusuar, domethënë te muzika, te këngët live, edhe ato e mbajmë ashtu, po e kemi edhe studion ton që bojmë këngë të reja, realizojmë këngë që mendojmë na që na takojnë neve, edhe këtë vit besoj që do të bojmë diçka të mirë. Tani unë e di që gjithë shikuesit tanë kushdo që është ulur dhe po na ndjek tashmë mezi pret që dëgjon pak për juve, kështu që nuk do e lëm pritjen të zgjatet më shumë, mirë po unë do të di, keni ndonjë urim diçka që do t'ua bëni gjithë shikuesve tanë dhe ndoshta gjithë atyre që keni bashkëpunuar dhe do bashkëpunoni në të ardhmen? Po urimi jon i sinqert kështu për të gjithë është inshallah Zoti ju jep shëndet svari. Pastaj ashtu me thonë një urim për gjithë, kisha me i sugjeru gjithë ata njerëzit që me qenë sa ma pozitiv, me mendu pozitiv dhe pa dyshim se edhe jetën do të kish pozitiv, sidomos kur ja mendon, ja don dikuj tjetër të mirën, pa dyshim se Zoti ta kthen me të mirë, ajo është mendoj unë çelësi i kësaj jete, i suksesit e gjithëve. Kush e din këto, përfiton shumë. Kush se din, me xhelozi, me hakmarrje, me gjana të këqija, s'përfiton kur gjë, vetëm se shkon te poshtë. E ky kish me qenë mesazhi im për këtë vit për gjithë. Kështu që ne mezi po presim të dëgjojmë pak nga ju, të kërcejmë edhe ndoshta të ngrihen gjithë ata që janë në shtëpi duke na parë, por jo vetëm të ngrihemi dhe të kërcejmë tani. Do e lëm gjithë studion vetëm për juve tash. Faleminderit shumë.